Goditja e prerjes së paligjshme të lëndës drusore në rrethin e Pukës është kthyer në prioritetin e policisë së Pukës dhe sektorit të shërbimit pyjor në këtë rreth, të cilët bëhet e ditur se në 6 muaj kanë sekuestruar lëndë drusore sa ishte sekuestruar më parë në harkun kohor të 4 viteve. Shefi i sektorit pyjor në rrethin e Pukës Roland Toma, duke falendëruar policinë lokale, shpreh vendosmërinë e bllokimit dhe procedimit penal të gjithë atyre që sërish guxojnë të vënë dorë mbi pyjet e Pukës. Fal bashkëpunimit të shkëlqyer me Komisariatin e Policisë Pukë dhe fal ndihmës së tyre, është bërë mundur që gjatë këtij viti të sekuestrohet një sasi e konsiderueshme lëndë drusore, mbi 300 metra kub, e kjo e përkthyer 250 metra me lëndë drusore druziale dhe 50 metra kub lëndë punimi. Natyrisht për këto lëndë drusore që janë prerë në mënyrë të paligjshme, është proceduar me procedurale të cilat kanë i referuar prokurorisë dhe prokuroria është shprehur për të duke dhënë urdhër për sekuestrimin e tyre dhe daljen në ankant, përgatitjen për daljen në ankant. Natyrisht janë për të falendëruar shumë të bashkëpunimin që kemi pas me komisariatin, natyrisht edhe shefi i komisariatit kam nderin dhe kënaqësinë ta falenderoj për këtë bashkëpunim, sepse po shihte dita ditë se pyjet po rigjallohen dhe dëmtimi i tyre po minimizohet. I baj thirrje edhe një herë të gjithë komunitetit edhe të gjithë atyre që dëshirojnë ose do të merren me këtë ndërshërën, nëse të prejnë në mënyrë paligjshme, do t'i nështrohet ligjit dhe vetëm ligjit, që do të thotë që do të merren masat normale ekstreme për këtë. Komisariati i Policisë së Pukës vetëm gjatë 24 orëve të fundit ka bllokuar 3 automjete që transportonin lëndë drusore, ndërkohë që është bërë dhe sekuestrimi mjeteve të cilët qarkullonin pa dokumentacionin e duhur ligjor. Bëhet e ditur se gjatë këtij viti nga ky komisariat janë bllokuar më shumë se 50 mjete, lënda drusore të cilëve është sekuestruar.